vallahi ndjeni, se edhe një përgjithësi e keni edhe ju mediat, se në studiot tuaja po promovohet shkonorizimi, edhe po promovohet aq mirë, sa që une, kur po jam ka njëherë me gruan të pi çaj kafe, pa tham, mas 34 vjetë martes, se e martu i ri, pa tham, më pas dalën a një ko, pse dalin ato gratë në dara, edhe thët, ish burrim, po na sjell dhurata, na ka quhe në pushimet dimnore, në pushimet verore në deti, na ka bo këto surprise për ditëlindje, na ka bo ato, po ti mas që pas ka qena që i mirë, pse pa lavdan, dela i burri, thët, për nëmën e fmive, në kom thët fjalë, thët, ta përshkuaj se sjellës me sa kështu, e ta shka kemi mbet shok tash, tash kemi mbet, po jau shtrojnë rrugën dyqysh trive të reja që ndonë. Se jo për të bërë replik për çështjen e media, por besoj që edhe ju hoqë, nuk jeni me atë që një çift, një burrë dhe një grua, të qëndrojnë në një marrëdhënie në cilën ka probleme, në cilën ka dhunë, sepse më mirë është që t'i ndajnë rrugët, është më shëndetshme edhe për ata fëmijë nëse janë në atë familje. Besoj që asnjë nuk e prekrani këtë pjesë, se nuk po i bëj që mos lëm hapësirë për keq kuptime, më kuptoni. Dëgjom, na tash e zhvendosëm këtë se jemi në ditë festive, se ende po në rregull, dhe kjo është e shëndetshme, inshallah se dikush përfiton. Do të kuptuar një gjë, nuk ka diçka ndo një problem që nuk ka zgjidhje. Ka njerëz që nuk din me bo zgjidhje. Mirë, po ka dhe njerëz që din me bo zgjidhje. Para se të merr vendimin, po shkonorizim, do të patjetër ullu biseda me një sociolog, nëse ka nevojë, me psikolog, nëse ka nevojë, me një hoxh, me një tjetër, me një njëri dishum, me një profesor, me një njëri që ka ndikim, ka pesh fjale e tij.